Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, me lejen e Allahut, sot fillojmë shpjegimin e librit Riyadus Salihin. Hoxha i cili ka filluar me ligjërata që janë lidhje me këtë librin, u ka njoftuar javën e kaluar me librin dhe me autorin e librit. Tani ne do të fillojmë me hadithin e parë, inshallah taala, nga libri Riyadus Salihin. Kapitulli i parë është në lidhje me sinqeritetin dhe me prezentimin e niyetit. Imam Neveviu rahimahullah thot: Babul ikhlasi wa ihdari niyeti fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al bariza wal khafiyya. Do të thot kapitulli i parë i librit fillon kapitulli i sinqeritetit, ikhlasit dhe prezantimit të niyetit në krejt llojet e veprave, fjalëve, situatave, gjendjeve të dukshme dhe të fshehura. Fillimisht fillon me një ajet kuranor dhe thot: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Pra e ka sjell ajetin që është në lidhje me sinqeritetin dhe niyetin e mirë në adhurimin e Allahut xhalla xhelaluhu. Ajeti është në surën Bejine, thot Allahu xhalla xhelaluhu: ata janë urdhëruar që ta adhurojnë vetëm Allahun xhalla xhelaluhu me sinqeritet, duke ja kushtuar fen vetëm Allahut xhalla xhelaluhu, domethënë e njësojnë Allahun, e falin namazin, e japin zakatin dhe kjo është feja e drejtë. Pra e adhurojnë vetëm Allahun me sinqeritet, me niyet pastër. Pastaj Imam Neveviu e ka sjell hadithin që është shumë i rëndësishëm. Tejet i rëndësishëm për besimtarin. Tani do ta lexojmë hadithin, unë do ta lexoj arabisht dhe njëri prej dëgjuesve do ta lexojë shqip, pastaj do fillojmë me shpjegimin e hadithit. An Umar radiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Nëse mundet ta lexosh tekstin shqip. Besimtarve po Hafsa me Ibn al-Khattabin, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmetohet se i kishte thënë: E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Veprat vlerësohen sipas qëllimeve, ndërsa secili njeri takon atë që ka pasur për qëllim. Hijreti i atij që bëhet për hir të Allahut dhe të dërguarit të tij, me të vërtetë ai është për hir të Allahut dhe të dërguarit të tij. Kurse hijreti i atij që bëhet për ndonjë dobi të kësaj bote, për ndonjë grua apo për ndonjë grua që duhet ta martojë, hijreti i tij është për atë të cilën e bën. Muttafaqun alayh. Ky hadithi është hadith shumë i rëndësishëm, sepse ka një lidhje të ngushtë me veprat e njeriut që do t'i sjellin o shpërblim o dënim nga ana e Allahut xhalla xhelaluhu. Pra, këtë hadith duhet ta kemi parasysh, sepse o është shpëtimi jon, o është dështimi jon te Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe është prej rregullave kryesore të fesë Allahut xhalla xhelaluhu sinqeriteti në vepra, qofshin këto fjalë, veprat e zemrës, veprat e gjymtyrave e kështu me radhë. Dietarët si Imam Ahmedi, Imam Tirmidhiu kanë thënë se ky hadith që është lidhje me niyetin është 1/3 e fesë. Kush e kupton këtë hadith mirë, ai e ka kuptuar 1/3 të fesë. Po ashtu Imam Shafiu, Allahu e mëshiroft, thotë Ky hadith është në lidhje me gjysmën e fesë.
Subhanallah. Ky hadith është shumë i rëndësishëm dhe na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se niyeti në vepra është ajo që merret parasysh te Allahu xhalla xhelaluhu. Para se ta fillojmë shpjegimin e hadithit, këtë hadith e transmeton Omeri radhiyallahu anhu. Omer radhiyallahu an thot e kam dëgjuar vet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do me thonë direkt ka qenë aty Omeri radhiyallahu an. Metodologjia e dietarëve kur i shpjegon hadithet është një herë të folim për sahabiun i cili e transmeton hadithin nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Sepse hadithet në tekstin e hadithit patjetër të jetë emri i sahabijut. Nëse nuk gjendet emri i sahabijut, ka problem te ai hadith. Ka dobësi te ai hadith. E këtu Omer radhiyallahu anhu thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë dhe e përmend hadithin. Omer radhiyallahu anhu është një figurë shumë i rëndësishëm në historinë islame. Është diku 10 vjet më i vogël se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i takon fisit Quraysh, do me thënë fisit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u bashkohet origjina, do me thënë tek paraardhësit. Është nga dega bit e Adijut, Benu Adi. E ka pranu islamin pak me vonesë dhe ka qenë me ndikim të madh në Mekke. Në fillim u ka bë shumë probleme muslimanëve, po pastaj e ka pranu islamin me sinqeritet dhe ka qenë khalife i dytë, do me thënë prijësi i dytë i besimtarëve, pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekri vjen, pastaj Omer radhiyallahu anhu. Dhe është shquar me drejtësi dhe ka qenë, do me thonë, njeri i ashpër, po ashtu edhe modest ka qenë. Në kohën e tij janë shliru Irani, Iraki, Siria, Mesjidul Aksaja, tokat e Palestinës, Egjipti. Islami ka arrit deri në Armeni. Deri në Gjeorgji, në Armeni, Azerbajxhan, ka arrit Islami. Në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, pa dyshim, ki bereqet është nga sinqeriteti i Omerit radhiyallahu anhu dhe nga drejtësia që e mbante, do me thënë, atë udhëheqjen e tij. Hadithin Omer radhiyallahu anhu na transmeton. Dhe këtë hadith askush tjetër përveç Omerit radhiyallahu anhu nuk na transmeton. Por e kanë nxjerrë në librat e tyre dy imamet e muhaddithinëve, Buhariu dhe Muslimi. Kur thuhet në fund hadithit muttafaqun alayh, ta dim se ai hadith është i transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi dhe hadithi është pa dyshim i saktë. Shumë normal është se dy sahabi transmeton një hadith. Për shembull, në khutben lamtumirse ka pas mbi 100.000 sahabi apo në haxhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po kanë transmetuar 2-3 sahabi këtë khutben lamtumirse. Kjo nder në këtë rast i jet Omerit radhiyallahu anhu këtë hadithin madhështor ta transmetoj. Pra siç e përmenda, hadithi është shumë i rëndësishëm sepse është në lidhje të ngushtë me shpërblimet ose dënimet e robërve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Innamal a'malu binniyat." Veprat vlerësohen sipas qëllimeve. Pra çdo vepër çfarë është? Vepër mund të jetë atë që e bëjmë me gjymtyrat tona, atë gjë që e shqiptojmë me gjuhët tona, dhe ato vepra që janë të zemrës, si mbështetja në Allahun xhella xhelaluhu, frika ndaj Allahut subhanahu wa taala, dashuria ndaj besimtarëve, këto janë veprat e zemrës. Ndërsa veprat e gjymtyrëve, ajo që e shohim me syrin ton, që e dëgjojmë me veshin ton, që e kapim me dorën ton, që ecim me një vend, që i bëjmë këto, domethënë, veprat me gjymtyrat tona. Ndërsa veprat e gjuhës janë ato që i shqiptojmë si dhikri, si leximi i Kuranit e kështu me radhë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, vepra konsiderohet te Allahu xhella xhelaluhu sipas niyetit, sipas qëllimit. Çfarë është niyet? Niyet është vendosja për ta kryer një adhurim për të afruar te Allahu xhella xhelaluhu. Kjo është definicioni sheriatik, terminologjik. Niyeti është vullneti,
vendosja e robit të Allahut për të kryer një adhurim, një ibadet, për të ofruar të Allahu xhalla xhelaluhu dhe vendin e ka në zemër. Vendin e ka në zemër. Ndërsa në aspektin gjuhësor, nijet është qëllim. Edhe ka lidhshmëri me kuptimin terminologjik. Pra, veprat konsiderohen të Allahu xhalla xhelaluhu ose vlerësohen sipas qëllimeve, sipas nijeteve. Do ta shohim edhe në hadithet që janë në vijim se Allahu xhalla xhelaluhu nuk e shikon pamjen e jashtme. Nuk e shikon sasinë e veprës. Nuk e shikon, madhësinë e veprës, ngjyrën e veprës e kështu me radhë. Por Allahu xhalla xhelaluhu shikon se me çfarë qëllimi është bë. Prandaj në vazhdimin e hadithit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa inna ma li kulli imri'in ma nawa." Për secilin njeri, person, ati i takon ajo që ka për qëllim. Atë që ka për qëllim. Domethënë atë për të cilin ka bën niyet, personi atë do ta ketë. Ajo i takon atij. Shembull mund të sjellim, po pejgamberi Allahut na ka sjellë një shembull me hijretin. Para asaj ne mund të sjellim shembuj që janë të kuptohen lehtë. E përmendëm se Allahu xhalla xhelaluhu i shikon çfarë qëllimet, se pse është bën një vepër. Ka një person me një vendbanim e bën një xhami që nxen 1000 veta. Me minarën gjigande, kubja, Allahu alem sa e madhe, me tapetat bukura, e kështu zbukurime sa të dush. Dhe personi tjetër e bën një mesgjid, një xhami të vogël për 20 veta. Ne në pamjen e jashtme, ne gjykojmë se ajo puna e të parit që ka bën një xhami për 1000 persona, është punë më e madhe, ma e vlefshme, ma gjigande. Ndërsa kjo që është për 20 veta, thujmë, është bë përkohësisht, as nuk ka ndoshta mektep, as nuk ka, kushte për të marrë avdes, ne mund të themi kjo dohet prishet për pak kohë dhe të ndërtohet një xhami e mirë. Por te Allahu xhalla xhelaluhu ka mundësi ditën e gjykimit të fitoje ai ndërtuesi i asaj xhamie vogël për 20 veta dhe të dështoje ai që e ka ndërtuar xhami për 1000 veta. Sepse niyeti i atij që e ka bërë këtë punën më të madhe që e shohim ne si robërit e Allahut, nuk ka qenë për hir të Allahut, ndërsa ai për 20 veta që e ka bërë për hir të Allahut xhalla xhelaluhu. Për të ngritë fenë Allahut subhanahu wa taala, për të adhuruar Allahu aty me shpresë që Allahu ta shpërblejë këtë person. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë: "Bani një xhami nëse një plumb ta futë kokën aty." Subhanallah. Aty plumbi. Ajo shpenza ku e fut kokën, a ka mundësi sejdë të bëjë njeriu? Nuk ka mundësi. Ama thotë nëse e bësh me niyet pastër, bëna atë që ke mundësi për hir të Allahut xhalla xhelaluhu. Po ashtu te Allahu xhalla xhelaluhu pra merren parasysh niyetet, qëllimet e veprave. Ka person që themi njëri jep sadaka 1000 euro. Tjetri jep 1 euro. Te Allahu xhalla xhelaluhu mund të fitojë ai që ka dhënë 1 euro. Në bazë të niyetit, të nivelit të sinqeritetit në niyet. Ose në bazë të nivelit të sakrificës. Sepse ai që ka dhënë 1 euro posedon gjithsej pasuri 2 euro. Kështu ta marrim si shembull. Sa i vjen se ka dhënë rrugt Allahut? 50% pasurisë apo? Ndërsa ai që ka dhënë 1000 euro posedon 100.000 euro. Pasuri, ai ka dhënë vetëm 1000 euro. Domethënë 1% të pasurisë së tij, apo? Te Allahu xhalla xhelaluhu, ai që ka dhënë më pak por me niyet të pastër, mund të fitoje shumë më shumë shpërblime te Allahu subhanahu wa taala se sa ai që ka dhënë, domethënë me sasi më të shumë, por nuk e ka pas niyetin për hir të Allahut xhalla xhelaluhu.
Niyeti për të qenë i përsosur, vëllezër të dashur, duhet të përmbaj 3 pika. Pika e parë është ta bëjmë nijet për atë ibadetin në fjalë. Për shembull avdesi. Ne e bëjmë nijet prej mbrenësin tonë, vendosim, pra ajo dëshira, ai vullneti për të marrë avdes, ky është nijet pra. Ky quhet nijet, nuk duhet me shqiptu. E bëjmë nijet, pra, nga zemra, të marrim avdes. Kjo është pika e parë. Pika e dytë është të jetë ki adhurim, pra avdesi, për hir të Allahut xhelle xhelaluhu, për ta fituar kënaqësinë e Allahut dhe shpërblimin e Allahut në xhennet. Dhe pika e tretë është që ta çojmë urdhrin e Allahut në vend. Allahu a thot, kur qoheni për të fal, idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Apo kur qoheni për të fal namazin, lani fytyrat dhe vazhdojnë atë gjymtyrët e avdesit në këtë ajet. Pra mirë një avdes. Këto 3 pika. Njëherë të definojmë për ibadetin, cilin ibadet jemi duke e bë. Ama në brendësinë tonë, pra nga zemra. Pastaj të jetë për hir të Allahut xhelle xhelaluhu sinqerisht, vetëm për hir të Allahut, për ta fituar shpërblimin e Allahut, dhe pika e tretë është ta çojmë urdhrin e Allahut në vend. Edhe për namazin është kështu. Cilin do namaz e falish? Drekën e bësh nijet që këtë namaz ta falish. Pastaj, për ta fituar, pika e dytë, për ta fituar kënaqësinë e Allahut, e falish namazin, e pika e tretë, për ta zbatuar urdhrin e Allahut. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Allahu thot, falni namazin. Atëherë ky nijet është nijet i përsosur pra. Thamë se Allahu xhelle xhelaluhu sipas mundësisë robit e shpërblen veprën. Mund ne t'i shtojmë shembujt. Për shembull, njeriu besimtari musliman shkon në haxh për ta kryer një obligim që ja ka obliguar Allahu xhelle xhelaluhu. Po njëri është i smund dhe shkon me atë smundje në haxh dhe ndoshta 80% haxhin e kalon në spital. Vetëm e çojnë pak në Arafat, e çojnë me kulic, ja bëjnë tavafin e kështu me radhë. Ndërsa tjetri krejt ritualet e haxhit i bën me precizitet, është prezent në çdo vend ku duhet të jetë, por Allahu xhelle xhelaluhu nuk i shikon adhurimet në pamjen e jashtme. Për shembull në Arafat që ka qenë i smur, ka qëndru 2-3 minuta ka bë wakfe, atë duan, atë ditën Arafati është haxh, shtylla e haxhit, më e rëndësishme. 2-3 minuta e çojnë ndoshta me kulis, e çojnë ndoshta me ambulancë, qëndroje se patjetër haxhiut qëndroje atje. Dhe ai bën aty një dua të sinqert për 2-3 minuta. Dhe pastaj largohet, shkon në spital përsëri. Ndërsa tjetrin, ne si rob e shohim, ai tër ditën në Arafat qëndron, bën diçka, lutet, por te Allahu xhelle xhelaluhu ditën e gjykimit del ki i pari me gjillahet falura, me haxh pranuar, e i tjetri nuk ja pranu haxhin. Krejt është në bazë se Allahu xhelle xhelaluhu i shikon sinqeritetin pra në vepra. Ne nuk themi se në pamjen e jashtme adhurimet nuk duhet të kushtohet rëndësi. Jo, njeriu duhet ta bëje me precizitet, me përkushtim të madh, edhe adhurimin me gjymtyrët që e bën, me gjuhë që e bën, apo duhet ta bëj. Se sinqeriteti nuk i mlon gabimet që bëhen për shembull namaz me lëvizje. Sinqeriteti nuk i mblon gabimet që bëhen me gjymtyrë ose me gjuhë. Në disa raste mund t'i mloje, në disa raste mund mos i mloje. Njeriu me aq sa ka mundësi, diçoje në vend urdhrat e Allahut xhelle xhelaluhu, ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe duhet gjithmonë sinqeritetin e tij, niyetin e tij ta pastroje, ta bëje për hir të Allahut xhelle xhelaluhu.
Pra këtu di fjalë ka të ngjashme. Fjala e parë është innamal a'malu binniyat. Veprat vlerësohen sipas qëllimeve. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, për çdo person, për çdo njeri, ati i takon atë që ka bën në jetë. A janë të njëjta? Jo. Fjalia e parë është sebeb, kusht, fjalia e dytë është rezultat. Si është ashtu? Do me thënë, çdo vepër pa tjetër të ketë një jetë. Çdo vepër bëhet me një qëllim, nuk ka vepër pa qëllim. Fjalia e dytë është rezultati, për kë e bësh. Për kë e ke bë, ai do të shpërbleje. Nëse e ke bë për hir të Allahut dhe për ta fituar xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, atë e ke. Nëse e ke bë për një dynjallëk ose për një fitim tjetër, do me thonë të dynjallëkut ose për një grua për ta martu, atëherë shpërblim të Allah subhanahu wa taala nuk ka. Ne dashtojmë edhe një shembull për niyetin. Shembull, një njeri në kohën e iqindis, pregaditet prej në shtëpi me avdes, me kretë pregaditjen e tij, me veshje, dhe shkon mu për këtë qëllim del nga shtëpia ta fale namazin e iqindis. Ndërsa tjetri thot, në atë kohë unë duhet shkoj në market aty afër xhamis, edhe në market dhe shkoj po edhe da fali namazin e iqindis. Ama në qoftë se nuk dhe kish punë në market, ky person nuk dhe dilte jashtë. Në pamjen e jashtme ne themi se tu dit janë xhamatli, tu dit janë prezent në xhami, apo? Ama këtu ka një diferencë të madhe të shpërblimit, të vlerësimit të veprës. Ai që shkoi vetëm për ta fal namazin, doli nga shtëpia, i mori ato hapat dhe për ta kry namazin e iqindis, ky mund të ketë shpërblim prej 10 deri në 700. Ndërsa ai tjetër nuk themi se si pranohet namazi. I pranohet me lejen e Allahut, nëse e ka bërë për hir të Allahut, por mund të jetë sevapi i tij vetëm 27 ose 10 e kështu me radhë. Dhe me thonë, të Allahu Gjelle Gjelaluhu, gjdo vepër matet, vlerësohet, në bazë qëllimit pse është bë. Për shembull, e shohim një imam duke recitu Kur'an namaz, qanë. Allahu e shikon shkaku i atij lotit pse doli nga syri. Shkaku, e që kjo është niyeti. A ishte friga ndaj Allahut? A ishte frikë respekti, dashuria ndaj Allahut, apo ishte për diçka tjetër, për të thonë njerëzit diçka? Atëherë ka dallim të madh pra. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Kush e ka bë hijretin për Allahun, për hir të Allahut dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, domethënë për ta ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai e ka shpërblimin e hijretit që e ka bë për hir të Allahut dhe për ta ndihmuar pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa thot pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha", dhe kush e ka bë hijretin për një interes të kësaj bote, ose për një grua për ta martuar, më në fund çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi". E hijreti atij është për atë qëllim që e ka bë. Këtu ka një mësim. Në fillim tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hijret nëse e ka bë për Allahun dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai ka shpërblimin për, domethënë për hir të Allahut e ka bë dhe ka shpërblimin e madh. Ndërsa në anën e dytë kur i përmendi gruan dhe dynjallëkun, tha nuk i përmendi se hijretin e ka për ta. Hiç nuk kish nevojë të përmende se janë qëllimet ulta. Shikoni sa interesant është. Janë qëllimet ulta, domethënë dynjallëki, dhe pejgamberi Allahut as nuk i ka përmend, nuk vle të përmenden për s'dyti. Ndërsa Allahu dhe pejgamberi përsëritet pra 2 herë në këtë hadith. Ne shembujt i dham po shembulli i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
normal është shembulli më i mirë dhe ka qenë për një, do me thonë, rast. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashk me 400 sahabi parafërsisht u shprëngull prej Mekke në Medinë, vetëm për ta praktikuar fenë Allahu xhalla xhelaluhu lirshëm. Ndërsa një në mesin e muhaxhirëve, pra këto që bën hijret, quhen muhaxhir këto sahabët. Ndërsa sahabët që janë në Medinë quhen ensar. I erdh me një kanal, i erdh lajmi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një njeri që kishte bërë hijret prej Mekke në Medinë, ai nuk ka dashur të bëjë hijret për ta praktikuar fenë e Allahut më mirë, por një grua i tha, unë martohem me ty vetëm nëse vish në Medinë, bësh hijret në Medinë. Dhe ai për këtë arsye, me këtë nijet, çfarë bani? Bani hijret prej Mekke në Medinë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se për këtë nuk ka shpërblim te Allahu xhalla xhelalu. Sepse ai për një interes të dynjas ose për ta martuar një grua e bari hijretin. Pra ka dallim të madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashk me 400 sahabi parafërsisht e bani atë adhurimin e madh, hijretin. Hijret çfarë do të thotë? Shprëngulje prej tokës ku mbizotron mosbesimi në tokën që mbizotron feja Allahu xhalla xhelaluhu. Hijreti ka disa lloje. Për shembull, ku i obligohet bëje hijret? Shprëngulet. Do të them për hir të Allahut. Nëse një njeri jeton me një tokë që është tokë e mosbesimit, pra, aty mbizotron kufri. Nëse ai nuk ka shansa, nuk ka mundësi ta shfaqe fenë e tij, islamin, ta praktikojë fenë e tij, ai e ka obligim farz të bëjë hijret. Prej në tokën e kufrit, në tokën e islamit. Ndërsa, nëse ka mundësi ta praktikojë fenë e Allahut atje, atëherë ajo është sunnet të bëjë hijret. Po ashtu dietarët kanë përmend edhe tokën ku ka prishje, fusuk. Mund të jetë toka musliman, shumica musliman, po ka shumë prishje. E në këtë rast, çfarë duhet bëjë një muslimani? A duhet bëjë hijret? Ajo? Dietarët kanë thënë, nëse ai edhe vetë prishet aty, nuk përmirësohet, nuk mund ta praktikojë fenë e Allahut, ai duhet bëjë hijret prej aty. Por nëse është një njeri që mund të bëjë përmirësim aty, mund ta përmirësojë gjendjen e muslimanëve aty, ai i obligohet të rrijë aty dhe të përmirësojë. Pra, në këtë mënyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon këtë hadithin që e transmeton Omer radhiyallahu anhu. Ky hadith është peshore për veprat e fshehta. Hadithi i niyetit është peshore për veprat e fshehta. Do me thonë të Allahu xhalla xhelaluhu vlerësohen veprat sipas niyetit. Dhe çdo njeriu i takon ajo që e ka bë niyet. Nëse e ka bë për hir të Allahut dhe e ka bë për ta fituar kënaqësinë dhe shpërblimin e Allahut, atij i takon kjo. E nëse e ka bë për dynjallok ose për ta martuar një grua, i takon ai dynjallok. Allahu si do ja jep, si do nuk ja jep. Por e para nëse e kemi bë për hir të Allahut një vepër, patjetër do ta gjejmë shpërblimin të Allahu xhalla xhelaluhu. E ky hadith është një prej haditheve bazë, do me thonë, në fenë e Allahut, që do të thotë është shtyllë për punët e mbrëmshme, për punët e fshehta. Pra, do me thonë, pastrimi i zemrës, pastrimi i niyetit, do me thonë, prezenca e sinqeritetit në veprat tona. Ndërsa, një hadith tjetër që ka është bazë për veprat e dukshme, ose peshore për veprat e dukshme, e ky hadith është hadithi i Aishës radhiyallahu anha, ku thot, men amila amelen lejse alejhi emruna, fe hua raddun. Kush e punon një vepër, dhe nuk është në përputhshmëri
me fen ton, me veprat e muslimanëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, vepra e tij është e refuzuar. Shembull, nëse njeriu me sinqeritet e falën namazin e sabahut, është i sinqert, për hir të Allahut e bën, është zgju, ka marrë avdes, ka shku në xhami e fal namazin, ose e fal në shtëpinë e vet, dhe ki e fal namazin e sabahut 3 rekate, jo 2. 3 rekate. E ki do me thonë, në atë filtren e hadithit dit nuk mund të kaloje. Sepse nuk përputhet me veprimtarinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, në hadithin e parë ki kalon, apo sinqeritet ka, niyetin e pastër e ka, por në hadithi i dytë që është peshore për veprat e dukshme, siç janë rekatet e namazit, ai nuk kalon këto. Pse? Sepse ai do me thonë shton një gjë në fenë Allahu xhalla xhelaluhu, shpik një gjë që nuk e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ajo është e refuzuar pra. Ne e lutim Allahun subhanahu wa taala që na jep sinqeritet në veprat tona dhe inshallah taala të kemi bereqet në shpjegimin e këtyre haditheve që janë nga libri Riyadus Salihin. Pra hadithi që e përmendim është shumë i rëndësishëm, sepse në bazë këtij hadithi sa e sa njerëz që kanë punu pak punë, po me sinqeritet, do kenë sukses në botën tjetër, po ashtu edhe Allahu do japë bereqet në këtë dynja, e sa njerëz dhe shkojnë me shumë vepra, me vepra si kodrat, po të Allahu xhalla xhelaluhu dhe dështojnë, po ashtu edhe nuk dhe kenë bereqet në këtë dynja, për shkak se nuk i kanë bërë veprat për hir të Allahut xhalla xhelaluhu dhe për të fituar kënaqësinë e tij. Allahu na dhar sinqeritet në veprat tona wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.